Rikthehemi sërish në studio dhe në këtë pjesë të tretë do të flasim për personazhet që janë përfolur më shumë në rrjetet sociale. Për të ngritur pikpyetje, për të hedhur poshtë zërat apo për të vërtetuar lajme të cilat janë të vërteta apo jo, do të vinë në studio Elton Tozaj, gazetar, dhe Fiorentina Halili, influencere. Përshëndetje, mirë se vini, sportiv, të qeshur, në living day. Respekte? Mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Ti më kishe premtuar një puthje, po s'ka gjë, jam mësuar me këto. Po ju unë gjithë taj shumë bashkë. Jam mësuar me këto premtimet e tua të pambajtura. Nuk më dhe mundësi. Ka patur kaq shumë lajme të cilat kanë qarkulluar, për disa prej tyre ke qenë edhe iniciatori Elton Tozaj. Është momenti për t'i rimarrë si argument, edhe sepse ata që kanë qenë personazhet kryesor kanë patur reagimet e tyre. Të them të drejtën, Bruna, kur i kam hyrë kësaj fushe, kam vendosur të mos bëj kompromiset, mos jem servil, siç janë pothuajse 99.9% e pjesës tjetër të gazetarëve apo personave që merren me showbizin. Kam vendosur të jem sa më i vërtet, kjo për një raport sa më të drejtë edhe me njerëzit që na ndjekin në rrjetet sociale apo në për televizione, radio, kudo që neve jemi të ftuar, dhe nuk bëhem as pak pishman që atë që të gjithë, kur unë e them, pastaj më thonë, neve kemi 6 muaj që e kemi ditur, po sa kemi thënë dot, jam shumë i lumtur që kam guximin ta them për herë i parë. Dakord, si e vërteton lajmin? Atë që neve kemi ka shkoj që dëgjojmë të qarkulloj, lartë e poshtë. Pra, dakord, diçka është të shohim dëgjosh dhe diçka është të duash të vërtetosh një lajm. Shiko, po të marrë një shumë dëgjojmë, thashe theme dhe jo gjithmonë ato thashe theme rezultojnë të jenë të vërteta. Dhe unë uroj që mos jenë të vërteta, se nuk jam ai personi që dëshiroj patjetër ndarjen e çifteve. Të gjithë, dhe Elgidoda. Të gjithë, unë kudo që shkoja, dëgjoja vetëm një gjë. Sa keq na vjen për Klian dhe për Elgitin që janë ndarë. Unë nuk jam, si ta them, nuk është se them që lajmi është 100% i vërtet, por me aq sa neve kemi parë, më ka rezultuar i vërtet. Ja, shohim një foto, Klea ka postuar një foto me Unaz. I qëndron ende deklaratës që ata janë të ndarë? Jo, janë të ndarë. Unë them, po ndahen. Ka një periudhë të gjatë kohore që të paktën më sa unë di që nuk është se janë një lidhje serioze. Pas 20 vjetësh që ata janë bashkë. Po, pse ajo duhet të reagonte në atë mënyrë sipas teje? Po pse ajo nuk ka reaguar, që nuk e thënë edhe diçka tjetër. Po ta them edhe një herë, Bruna, unë uroj të mos jetë e vërtet. Deri tani nuk kam provuar të kundërtën. Pra i qëndron ende asaj deklarate. Unë dua që të mos jetë e vërtet. E ri theksoj. Sepse është patën ndonjë komunikim? Jo, fare. S'kam pasur as komunikim, nuk kam se të kem komunikim, se fundja unë jam, si ta them, i zëdhënës. E marr lajmin, e dëgjoj, më vjen, kontrolloj, bubroj lart e poshtë kur i thot populli. Me makinë. Shoh dhe them, okay, më rezulton që ka deri diku. Kjo ishte njëra pjesë e lajmit, tjetra ishte që Elgiti është në një lidhje të re. Dhe pastaj nuk kjo është e pakonfirmuar, thonë që ka pasur udhëtime të shpeshta. Pashti kësa mund të thënë edhe fjalë, se dhe në vendi ku e kam thënë lajmin, pse pastaj zbarja në për portale është pak e siç ndodh. Dakord, po ja ku jemi përballë. Po, për të marrë një përgjigje. E kam parë shpesh në lushnje. Po. Dhe unë thash, me që ai ka vajtur shpesh në lushnje. E dal vetë në këtë konkluzion. Po, thash, mund të jetë kjo gjë. Mund të ketë pasur koncert. Koncerte për ditë? Nëse është apo jo në një lidhje të re, nuk është që ka një zhvillim. Nuk është që ke marrë një konfirmim të themi apo një informacion të saktë. Ende. Po ta premtoj që javës tjetër do ta jap një të mirë pres sërish. Një bombë. Kam përshtypjen se do të jetë emri i personit me cilin është lidhur Elgiti. Këtë po pret. Jo, nuk thash këtë, unë thash do keq lajm. Po se për çfarë është për të unë hamendosova që mund të ishte ky lajm. Jo, po që ta dish. Jo, po që ta dish. Edhe mund të jetë, edhe mund të mos jetë ky lajm. Një lajm i bukur që po qarkullon në rrjet është dueti i Rita Orës me Ylli Limani. Është i bukur për juve, po mua më duket shumë i habitshëm. Pse? Sepse pas 5 vitesh që neve trumpetohemi që kemi 4 shqiptare, femra super të suksesshme, këngëtare super të mira në botë, siç janë Rita Ora, Dua Lipa, Ava Max dhe Bebe Rexha. Po. Dhe presim që të bëhet një bashkëpunim mes tyre.
që dalë një super hit i 4 vajzave shqiptare me një super këngë. Dhe delë që... Po ato Elton... Absolutisht nuk jam kundra, jam shumë dakord se unë e dua Ylli Limani si këngëtar është perfekt. Por, po them, po pristim tjetër gjë dhe na doli tjetër gjë. Po, që mund të dalë diçka vërtet shumë e bukur. Absolutisht nuk e paragjykoj. Po, mbase kjo gjë ndodh që nuk mund të bëhet duke marrë parasysh që Rita Ora edhe Dua Lipa nuk është se flasin, edhe kanë atë konkurrencën kush shqiptarja me mirë që përfaqëson vërtet krenar. Shqipërinë po them, nuk po e ndaj Kosovë Shqipëri, po them Shqipërinë, kush e përfaqëson. Ke përzgjedhur Ylli Limanin. Po është i bukur ai dreq. Është qëndron. E para kjo. Klasun, se unë e kam pas në të koncerte. Edhe duke që e pas ka të preferuar. Më pëlqenjë shumë. Po të futesh në Instagramin tim, të gjithë fotografit e mia janë me këngët e Ylli Limanit. Mrekulli. E pëlqej shumë. Pra të pëlqen si artist. Po, është edhe goxha artist që i ka qëndruar kohës. Është një nga artistët që... Po, pse ta përzgjidhte Rita Ora, se Rita mund të përzgjidhte cilin do artist tjetër. Po si ka përzgjedhur pra. Ai ka pëlqyer pra në zë. Ai është njeriu që mendoj ka bërë baladat më të bukura të këngëve, them unë, të paktën. Për mua Ylli Limani është një nga këngëtar, është pas Alban Skënderajt, është këngëtari tjetër më i mirë shqiptar. Jam shumë i lumtur që do ketë një bashkëpunim me thënë të drejtën. Edhe unë jam shumë i lumtur që hera herës të dëgjoj të thuash edhe ndonjë fjalë të mirë për dikënd. Edhe pse Ylli Limani e meriton. Dhe me një fjalë të zezë të kombinuar me vizat e kostumit të zi. Shikoj, Ylli Limani ka qenë një nga këngëtarët më të preferuar këtë sezon veror në për koncerte. Ylli Limani ka qenë një nga këngëtarët më të preferuar këtë sezon veror. Të paktën unë çfarë flas që kam punuar, që kam qënë në sezon, edhe e di që ka qënë një nga këngëtarët që është rritur më shumë si në veri, ku unë kam punuar, në klabin ku unë kam qënë, edhe në jugë. Ka qënë një nga këngëtarët në të paguar. Me të drejtë sepse Ylli mbetet ndër këngëtarët e preferuar në të gjithë Shqipërinë, edhe jashtë Shqipërisë kudo ku ka shqiptar dhe jo vetëm. Bie dakord edhe Eltoni me këtë. Elton, do të flasim për një tjetër ndarje që po diskutohet këtë javë, është ndarja mes Neda dhe Ogren Ballukut. Një histori dashurie që lindi në sytë e publikut dhe publiku ka shumë kuriozitet të mësoj për ndarjen. Si hecë... është lajmë që s'më... Po shiko se ajo ka deklaruar para ca vitesh në 2020-ën, që dollën ca lajme... Jo ka deklaruar, në 2020-ën ajo ka thënë. Lidhja më bizarë që më ka parë në njëherë, lidhja më absurde, lidhja më papëlqyeshme dhe në kohën kur ata ishte... Se mu dëshurua në to? Më lërë që ta mëroj. Ka qenë një lidhje shumë e... Njerëzit nuk e shikonin me dashuri. Mati atër më këtërin dhe si në objekt talës, nuk ka pasur meme në atë kohë, po në pësunet televizive herë pas herë komentoheshin keq. Nuk më dukeshe një lidhje organike e shëndosh, më vjen shumë keq prap të shoh dy çifte që ndahen. Publiku i parë nga jashtë, sepse si ka qenë lidhja e tyre e din dy protagonistë. Vetëm ato të dy. Po me një rrëfim që dëgjova dje, dëgjova që ishte një krizë goxha e gjatë. Që nga 2020-a që kishin dalur. Nga 2020-a që këto kishin rreth 5 vite që ishin në periudhë krize. E kishin kaluar ato. Kishin tentuar. Po ta kishin kaluar zovinin në kërkesën zyrtare. E kishin kaluar dhe bën fëmin, pastaj ato të bëjnë një bëhen sërish prindër për herë të tretë. Gjatë këtyre viteve të krizës. Okej, e kishin kaluar. E kishin kaluar, apo ishin në proces, atë e din sërish ata. O Elton, tani se, ti ndonjëherë do të çudit, më dëgjoj pak. Po tash, ju e thoni, e kishe kaluar, kalova lumë të thua, ti po ndërkohë të jemu në krizë ndarje dhe shkoj të me burrin që të bëj fëmijë. Ata tentojnë. Se nuk ka koncept kjo. Të tentosh është tjetër gjë, dhe të kalosh është tjetër gjë. Ti tenton të kalosh lumin, por bie brenda të merr rrjedha dhe mbytesh ikën për në det. Ndërsa ikën ke të shumtit, ndërsa ta kalosh, do të thotë që e ke kaluar, e ke superuar si krizë. Në momentin që ti më deklaron që unë kam bërë kërkesën zyrtare për divorc, sepse tentuam në 5 vite, ta ringjisnim, por nuk ja arritëm, megjithëse patëm dhe një fëmijë, që ishte fryti kësajt gjës, po ishte pamundur. Mund të jetë një divorc për shkak të... Gjuha që ajo ka përdorur, libri që ajo ka nxjerrë, titulli që ai ka vendosur, çdo gjë që tregon për një urrëtie
goxhat madhe që Neda pas ka tashmë për ish bashkëshortin e saj së shpejti. Fodullëku i Ogrenit, lëpirja e Nedës, nuk shkojnë njëra me tjetrën. Mendoj të kalojmë tek tema tjetër. Alo. A do të ketë një martesë mes Sara Hoxhës dhe Erik Fullanit? Bukur do të ishte, mua më pëlqejnë shumë si çift, po ndonjë informacion? Po, jo, s'kam se shumë shpejt. Eriku ka deklaruar që do të martohet, duke marrë parasysh rrjedhën e Erikut më përpara, se ne tani një vend jemi, dalim aty ku dal unë, del edhe ai, aty ku del ai, dal edhe unë, gjithë shifemi me njëri tjetrin, mbase nuk njihemi që të flasim, po njihemi kështu, e kemi parë me shumë njerëz, vajza të rrethuara, s'kishte vendosur që t'u martonte. Kësaj radhe që hyri në jetë Sara, e vendosi. Kështu që shpresojmë... E vendosi ai, e vendos pikuria, mosha, që të gjitha po mirë, po detyrimisht. Por një dasmë duket se u pëlqen të gjithëve. Ta hanë këmbë tha për një dasëm. Dietologja Blerina Bombaj ka deklaruar për një ish bashkëpunëtore, nuk ishte djola. Bashkëpunëtorja e pa besë, të cilës i referohet Blerina, dhe cila doli me një shëndrim dhe tha, ne nuk kemi punuar në asnjë moment. Më shpejt lajmi kalon bashkë. Me të fjalë për Enkelida Ferronarin, ajo ka qenë bashkëpunëtore që unë e di që kam pas bashkëpunuar bashkë. Unë kam një mkesh shumë të mirë, është një supervise, është një nga dietologët më të mira që ka Shqipëria, ka studiuar në universitetet më të mira të Italisë, ka ardhur të japi kontributin e saj në Shqipëri, bie pre e njerëzve të tillë që mund të bashkëpunojnë, të cilët nuk mund të jenë korrekt ose që janë kanë dhe këtë pjesë. Dëgjoj, neve si shqiptarë kemi dhe një problem shumë të madh, që nuk pranojmë që dikush të jetë më i Zotit se sa ne. Dhe në momentin që ne fillojmë një bashkëpunim dhe shikojmë që tjetri është më i Zotit se ne, fillim dhe kemi këto njopëlqimet, sherret, krijojmë situata të shëmtuara, gjë që unë besoj do ketë ndodhur edhe në rastin e të dyja vajzave, aso kohë, zonjë tashmë, por që nuk bëhet fjalë për Gjola Dostin. Gjola është prapë tjetër vajzë fantastike, që nuk ka bashkëpunuar kurrë me këto. Gjola ka ato teoritë e saj që i ka perfekte, gjejmë rastin prapë që ta përshëndesim, se e dua fort. Bukur. Cili është personazhi me më shumë polemika në rrjet, ai që merr komentet më të këqija në rrjet? Ta them. Ta thuaj. Kam të po do me dalë ti pa. Jo, thuaj. Unë mendoj që deri tani Gjensila Murtezaj. Pse? Pse? Ti thua që është ajo. Pse mendon mirë, kështu? po e them prej besit mbase nga që unë da edhe gjitha këto lajmet që kanë qarkulluar në rrjete sociale. Nga që unë ndanë dhe publiku e do shumë besin, apo nga që unë ndanë dhe publiku i do bashkë? Unë ndanë se publiku do besin edhe në base i duan edhe bashkë. Pra publiku do më shumë besin se sa do Gjensilën? Po, mendoj që po, se shiko, ka dalur besi para Gjensilës. Po, kjo nuk do të thot asnjë gjë. Po si do është aktori, ka që gjitha, mendoj unë. Apo pula, por nuk ka lidhje më. Pula është që... Po tani, ja thuaj e ti, unë nuk flasë. Shqiptari ka... Nuk më bindë. Gjërat e pa... që ne për herë nuk mundemi që t'ja arrim, për herë i shajmë. Ky është rasti Gjensilës? Unë mendoj që komentohet keq, sepse mënyra se si ajo është në sken, është skenike shumë, ka zgjedhur stilin e saj, funksionon perfekt, koncertet i ka plot gjithmonë. Më thuaj mua. Nuk po them se nuk i ka pasur plot, por të themi ashtu si që mbush, e zem, Ylli Limani, apo si që bën Noizi, apo si që bën një këngëtar tjetër që për momentin nuk, ose Dafina Zeshiri, nuk e mbush. Gjensila në qofse do të mbush të ka shënë me Ledrin. Se vetëm as njëherë jo. Mendon njësoj, apo ke një emër tjetër personazhi? O Elton, mos tuaj nuk e di, sepse ti thua gjëra që shikon në rrjetet sociale, që po është e vërtet kjo, apo thua gjëra që
Para pas rasti edhe unë nuk i kam ditur që të kam shok ty. Dhe thua diçka që e di gjithë Shqipëria që atë xhensilën e urrejnë, dhe thua nuk e di, për të vetëm arsye sepse ti e ke Mikesh. Jo, unë se kam Mikesh fare, unë po them diçka. Thuaje. Prit tash ti. Çka s'ka asgjë, a jemi këtu për të folur? Unë kam diçka, në momentin që unë kam vendosur ti bëj blok, mos lexoj komente, prit një sekond. Mos lexoj komente, nuk lexoj as komentet e të tjerëve. Por në fillim the që dua të jemi pa anshëm, i drejt për drejt, absolutisht, pra unë do të Florentina sapo tha, e ke Mikesh edhe po se kam pra Mikesh, po them edhe një herë tjetër. Se po më habisni. Fiorentina e ke Mikesh? Fiorentina pa. Bukur shumë. Mikesha jote, di se kë ke miq ti dhe jo. Mikesh në të folur. Mund ta ke takuar ose mund të ketë folur. Ke një simpati. Më ke parë një herë të kem dalur me Gjensilën? Po jo, mos të kam parë, po në diskutime kemi folur dhe ke thënë që kam folur. Mikesh është fjallë kam folur. Po duhet ta dish atëre këtë gjë. Jo, pra se s'duhet ta di, fakti që kam folur. Mirë, le të flasim për personazhin më të pëlqyer të rrjetit. Mua do më pëlqente të ishte Flor Mumajesi. Flor Mumajesi. Po, është personi që pavarësisht se në vend të parë është Luizelli dhe Chiara Tito, janë të pazëvendësueshëm. Por, do më pëlqente shumë që t'ishte edhe Flori mes këtyre. Flori është, thjesht nuk ka dalë në skenë. Dhe bezi po presin bëhet ai rikthimi i madh që po ndodh. Se ka një bashkëpunim shumë të suksesshëm përsëri me Elvana Gjatën. Që do të dalë shpejt? Po, do dalë shumë shpejt. E ke informacion të saktë, të konfirmuar, që shumë shpejt do të vi në një këngë bashkëpunim. Flor Mumajesi me Elvana Gjatën. Badje është hedhur dhe një video të cilën Elvana Gjata e bëri save dhe e bëri ripost në profilin e saj. Na mbetet vetëm të presim për këtë. Po, kemi bashkëpunime. Ku pas kam jetu unë, Bruna, që si pas kam ditë. Aha, pra, ja. Sa shumë lajme të reja mësove dhe po Duaninën e nga do një po ja, pra këtë duhet të dalë unë, që ti deri të imagjinohet, ti di këto gjërat dhe nuk di për rrjetin që zihen në komente. Po mirë, është edhe pak subjektive kjo. Njerëzit më thonë, ore ti a i lexon komentet? Dhe unë i them gjithmonë, jo. Sepse e kam zgjedhur mos lexoj më asnjë koment sepse nuk dua të ndikohem. E qartë. Më kupton? Dhe unë ndërsa Fiorentina është personi që lexon komentet dhe ka dalë në këtë konfuzion. Personi më i urryer mund të ishte më mirë Bleona Qarreti, se ka 20 vjet me vestë të ngrira, ka 30 vjet në Hollywood që po bën këngë dhe që s'doli kurrë, se sa agjensinë e Bërtezaj që bën koncerte çdo javë, që prodhon këngë çdo muaj. Një menaxhim shumë i mirë. Të lutem. Po ne po themi se nuk është sukses shumë. Ne duam njerëz që nuk bëjnë asgjë. Ore ne nuk po themi. Njerëz që bëjnë gjëra neve themi, sa i urryer, plera kështu ashtu. Ne kemi një që ka ikur në Amerikë, që na ka bërë daulle, ka bërë këngë, ka bërë këtë, ka bërë atë, do dali bashkëpunimi im, hiti njëri Hollywoodi, plasi, u byt, doli Trump, u zhvesh, u bë. Kush është ky më? Bleona Qarreti pra dhe si kemi parë që për mua kjo. Bleona ka shku 50 vjeç. Pa ka pra të shi. Po kjo nuk do të thotë se nuk mund të jetë krijuese në. Jo më krijuese është ajo më se suksesin e ka dhe se ka marrë pjesë në një film. Alo, me të në telefon. Këto ishin disa nga lajmet më pikante të kësaj jave. Elton, faleminderit që u ndalën në Living Day. Faleminderit për komentet e tua. Po presim të konfirmojmë lajmet të tjera. Do të ma thuash tani? E rifton veten. Faleminderit shumë. E rifton veten, e bën që ta rifton. Jo, do ta them vetëm ty pas kësaj. Dakor, ti je i mirë pritur, të ma thuash vetëm mua në këtë studio. Në këtë studio. Pasi t'japim siglën tani. Dakor, faleminderit që qëndruat në shoqërinë e Living Day, mirupafshim nesër. Faleminderit shumë.